Se gjurka. Kjo është pak e lartë, Po. Jo, me ullë. Shikë si është E puna. lartësove edhe më shumë akoma. Kur ishte Danja, sollën një të ullët fare. Kur vjen ti, sillin një të lartë. Unë nuk e marr vesh me këtë Big Po Brother. kështu e kam parë gjithmonë vete Lediona. Jo, mi sulet, kjo mi motor, prito Gerta. Duhet ullës ti, po. Ja dola. Faleminderit, faleminderit. E me zor të madh Gerta se shife si na keni bërë karthia, aq stres kam pasur me ju, jam bërë gjys njeriu, E shof. Po je shumë mirë. Dëgjoj. Komentet kanë qenë pozitive edhe nga një pjesë e ish-banorëve. Ti ke bërë një loj si pak të tjerë. Ka patur edhe nga ata që kanë thënë që çdo gjë ç'a thënë Eda herës që kaloi? Tha shumë gjëra. Do t'i përsëris prapë sot? Përsëriti. E meriton Gerta. Patjetër. Neta ka qenë një nga mbështetjet e tua më të mëdha, Faleminderit Neta. Po jo sepse ka në një kush e di me ty, po thjesht sepse i ke pëlqyer vërtet. Faleminderit. Dhe nuk është e vetmja, do kuptosh kur të shopësh telefonin, kur të ecësh në rrugë, kur të vazhdosh jetën tënde që realisht publiku është kënaqur me ty. Jam shumë mirënjohëse publikut që më ka sjellë deri këtu. Sigurisht jam shumë mirënjohëse Top Channel, produksionit që më dha mundësinë për të qenë pjesë e këtij formati. Ka qenë një format që unë e kam dashur gjithmonë. Dhe këtë vit vendosa që të merrja pjesë dhe por mbi të gjitha vendosa që të isha Gerta me shumë ngjyra, vetja ime pra, me shumë ngjyra, të isha dhe të reagoja ashtu siç e mendoja unë se mund të reagoja në çdo situatë që shikoja aty në shtëpi. Dhe situatat e Gertës, të cilat është shumë e vështirë t'i mbledhësh në një klip të voçkël, ama një shije na japin gjithmonë. Kjo është Gerta Gixhari brenda Big Brother. Gjurma që të lë dhe që të jep shtëpia e Big Brotherit është e pakrahasueshme. Qaste shumë të bukura lumturie. Gjithçka jotja është e zhveshur, e bën në sytë e gjithë publikut, dhe prandaj këtu gjurma do të mbetet shumë e madhe. Është e pakrahasueshme me eksperiencat e tjera jashtë. Gerta je lider. Faleminderit shumë. Kam qeshur pafund. Më pëlqen që të jetoj me njerëzit dhe t'i marr më të mirat njerëzve. Kam kërcyer shumë, ndoshta edhe më shumë se ç'mund kërcej në jetën time të përditshme. Momenti më i bukur ka qenë momenti i Pandorës, Orzanën, Laertin dhe Amberin. Dhe momenti i televotimit për finalistën e parë. Sulmet më të rënda dhe fjalët epitetet më të rënda i kam kaluar unë në këtë shtëpi. Atë që unë e kam se kam unë, po. Se kam? Anë prekit mua, prek me dërë. Inesioni nuk e bën dot me mua! My police here! Police here, police here! Nuk do da shitimi! Kam reaguar siç mund të reagoj unë në çdo situatë që më gjitet përballë. Mos rrik edhe oma rrëfimit, mos rrik! Atëre qepe! Do çoj Gertën në nominim të përhershëm. Gerta të skualifikohet nga loja. Publiku ka vendosur të ketë një mundësi të dytë që të rikthehet në shtëpinë e Big Brother. Momenti më i lumtur ka qenë kur kam takuar gjithë familjarët, veçanërisht Cunen. Kur erdhi Olta në fillim fare dhe kuptova se sa e rëndësishme ishte ardhja e saj në shtëpinë e Big Brotherit. Takova vjerën time. Pjesa e rezistencës kur ishte glauku dhe gridi. Se si për qafoj dot! Nuk është thjesht 3 muaj këtu. Këtu është gjithë jeta brenda 4 muajve të shtëpisë Big Brother.
shumë. Luanesha e Big Brother 4, Gerta Gixhalli. Faleminderit. Faleminderit publikut. Faleminderit. Gerta, unë personalisht mendoj që nëse Big Brotheri do ishte vetëm gara për të fituar 100.000 euro, nuk do isha ullur kur në këto kolltuk. Unë mendoj që Big Brotheri të falë më shumë se 100.000 euro. Ka fitore në shumë dimensione. Dhe në këto dimensione, unë mendoj që ti je një nga fitueset më të rëndësishme të këtij edicioni. Edhe pse finalja nuk e erdhi dhe çmimi i madh nuk e erdhi, mendoj që ke frymëzuar shumë njerëz, të duan dhe të kanë dashur shumë njerëz, ti do kesh mundësi ta kuptosh në momentin, e kupton që sot me këtë publik, por dhe në momentin që do dalësh nga kjo studio, unë analizën për lojën tënde e kam bërë dhe nuk do bëhem përsëritse për publikun, por mendoj që ti ke dhënë një shembull pastërtie dhe pozitiviteti, edhe personalisht të kam vlerësuar shumë. Faleminderit. Albert. Gerta ka qenë një banore që për mendimin tim si veti, si karakteristik ka qenë shumë luftarake. Dhe madje kjo më pëlqeu edhe në pas finalistit të parë vionte dhe qëndronte luftarake brenda lojës dhe kjo është një nga ato gjëra që duhet vlerësuar. Unë mendoj që gara ka qenë shumë e fortë, sepse secili nga 4 finalistët brenda shtëpisë kanë qenë banor me histori të ndryshme dhe me karakteristika të ndryshme. Përgjithsisht mendoj që mirë ke dalë nga shtëpia, ke një pjesë të publikut që të do, nuk mendoj se do gjithë publiku, se po do të gjithë publiku do ishe... Patjetër do ishte në finale. Eksakt. Por mendoj që në tërësi ke qenë një lojtare që ke krijuar goxha dinamika brenda shtëpisë. Faleminderit. Përpara se ardhi Gerta të bëj pyetjen që ja u bën të gjithëve atyre që dalin nga shtëpia. Ata të katërt janë 4 personazhe me cilët ti ke patur momente të ashpra debati, por njëkohësisht edhe lidhje emocionale të natyrave të ndryshme, por që i ke patur. Pra janë 4 element me cilët ti ke luajtur vazhdimisht brenda shtëpisë që nga dita e parë. Unë dua të bëj një pyetje për secilin dhe përgjigjja duhet të jetë më e mirë apo më e keqe. A do të ishte loja jote brenda shtëpisë më e mirë apo më e keqe në mungesë të Rozanës? Unë nuk kam luajtur vetëm me Rozanën brenda shtëpisë. Me rastin konkret, do të ishte më e mirë apo më e keqe? Unë drejt Rozanës. Nëse Rozana nuk do të ishte pjesë e këtij Big Brotheri. Jo, besoj që unë do t'isha sërish, po kjo, nuk mendoj se do t'isha një gerë tjetër. Nëse nuk do t'ishte gjesti brenda shtëpisë, a mendon se do të ishte më e mirë apo më e keqe loja jote aty? Jo, për të gjithë e kam për të gjithë e ke njësoj. Sepse nuk është se i kam menduar gjërat kundrejt një banori që kam përballë dhe duhet të ndryshoj sjellje enkas drejtuar një banori, por kanë qenë situata të tilla që më kanë bërë që unë të veproj ashtu, të mendoj në atë linjën time siç kam menduar, të reagoj po ashtu, kështu që... A mendon se fakti që Egli dhe gjesti u bën një, këto 4 ditët e fundit, ka ndikuar tek fakti që nuk je ti në finale, por është Egli? Jo, nuk e besoj sepse ne paka shumë e kemi ditur që ato do të vinte një moment që do të bashkoheshin. Okej. Arber, pyetja jote? Kush duhet ta fitoj Bigun për ty? Nga ata, me thënë drejtën, nuk kam një emër, se kam qenë gjithmonë, e kam parë veten gjithmonë kundër të gjithëve. Kështu që le ta fitoj më i miri. Njëri pak më shumë. Atë që do publiku më shumë. Unë nuk e di se do doj publiku pak më shumë. Me ato shikoj se nuhatjen e ke ty. Po ta kisha nuhatjen aq perfekte, do të thotë që nuhatja ime ndoshta ka qenë diku gabim, sepse do kisha nuhatje perfekte do t'isha unë aty. Po ta bëj kështu. Për kë do të mërziteshe më pak nëse do të fitonte Bigun? Për sa kohë Ledion që unë nuk jam aty, le ta fitoj kush të doj. Qartë. Okej, Gerta është e vetmja që nuk na dha një emër nga gjithë ish banorët. Ta pranojmë?
E pranon. Nuk e kuptoj dot. Domethënë, ende sepse tek të gjitha ata nuk shikoj, domethënë, atë fituesin e vërtet, por gjithse cili prej tyre ka bërë lojën, domethënë, në mënyrën e vet. Qartë. Dhe kanë dhënë, po themi, në lojë. Prandaj të thash për këtë do mërzitesh më pak, meqense nuk gëzohesh për asnjërin prej, po të paktën do mërzitesh më pak nëse do e fitonte njëri prej tyre. Ndoshta Egli, Ndoshta Egli. Okej, shumë bukur, një përgjigje. Vajza që po themi ka vetë sakrifikuar vetëm për një të dashurisë. Gerda, falenderoj shumë. Do të shihemi në fan club, ku besoj do të kesh mundësinë që të flasësh gjatë e gjerë për të gjithën këtë, por mbi gjitha mezi po pret besoj të shkosh në shtëpi për qafosh çunat. Më ka marrë madhe shumë për ta dhënë si takoj. Mezi jam i bindur. Atëherë, eja me mua të qëndrosh aty afër Danjës. Okej. Vetëm një gjë nuk kemi bërë sonte dhe është gjëja më e rëndësishme 6 ditë nga finalja. Shkojmë aty brenda,